Sindromi i nivelit qendror ku individët të shoqërisë civile po I bashkohen partive politike ka filluar të bartet edhe në komuna. Albion Sherifi, I cili deri tani ishte udhëheqës I organizatës jo qeveritare FOPOR, prej sot e tutje do të jetë antar I PD-k-s. Sherifi, I cili deri dje mbante aktivitete duke qenë zë I qytetarëve dhe duke kritikuar zhvillimet qeveritare, tha se tani kontributin e tij do ta jap nga partia, pasi që me konferenca aktivitete nga shoqëria civile s'ka mundur të bëj ndryshime. Sherifi beson që dega e PD-k-s do t'ja jap hapësirën e duhur. Me qenë se edhe është dëshmuar në të kaluarën, Partia Demokratike është e vetmja parti demokratike, parti do të thotë në rang qoftë nacional, qoftë lokal që proceset vendimarrëse gjithherë kanë qenë të përfshirë të rinj dhe grupet e tyre. Për këtë motiv, për këtë arsye motivova që të antarësohem në këtë parti politike, me vetmi qëllim që t'jap kontributin tim tash jo më nga spektri I shoqërisë civile, por nga pjesa politike, do të thotë në pjesa zyrtare e politikës. Hapësira, përmenda edhe më herët, është e dëshmuar që është ofruar për gjithë të rinjt, mjafton të referohemi numrit të ministrave që ka Partia Demokratike në nivel qendror, ku pjesa më e madhe ose një pjesë e konsiderueshme më mirë të themi janë të rinj, dhe kjo është prova më e madhe që aprovon do të thotë hapësirën që I ofrohet për të rinj. Po ashtu edhe në degën lokale ka shumë të rinj të angazhuar në për forume të ndryshme, kryesisht në forumin rinor, por që I është dhënë besimi edhe nga kryesia e degës, por edhe nga gjithë zyrtarët tjerë kanë marrë mbështetje që të jenë kandidat politik dhe të jenë përfaqësues të zërit qytetar, këtë rast zërit të rinjve. Edhe pse tash për tash Albion Sherifi thot se nuk ka pasur negociata me PD-k-n për ndonjë post apo përgjegjësi politike, ai la të kuptoj që pretendimi I tij është që nga ky subjekt politik në një të ardhme të jetë pjesë e qeverisjes lokale, pse jo edhe qendrore. Angazhimi im në Partinë Demokratike nuk ka qenë një angazhim për një post të caktuar politik apo si kuadër profesional. Kontributin tim normalisht tash për tash do ta jap brenda degës së Partisë Demokratike në Ferizaj. Për plana afatgjate ende është herët që të bisedohet, mirë po unë kam hyrë në këtë subjekt politik me vetmi qëllim që bashkojmë të rinj që nuk janë pjesë e rrjedhave politike, të nxisim zërin e tyre edhe në institucionet qendrore dhe pozicioni është krejt I relevant në këtë drejtim për të arritur synimet tona. Si synim parsor kam që të angazhohem brenda forumeve, dhe pastaj normalisht është edhe zgjedhja e partisë dhe vendimi I partisë që të kandidohem apo mos kandidohem për një pozicion të caktuar ose të propozohem, më mirë them, për një pozicion të caktuar, mirë po deri tash nuk ka asgjë konkrete në këtë drejtim, thjesht me besimin e plot që do të bëjmë një ndryshim për të rinj dhe të fuzionojmë gjitha ideët bashkarisht. Kjo është arsyeja dhe ky është qëllimi për cilën kam hyrë. Asgjë tjetër në këtë drejtim, pa tregti pozitash, shkak se edhe në shoqërinë civile asnjëherë nuk kemi pranuar që të negociojmë pozicionet dhe për këtë arsye edhe në parti politike nuk do ta bëjmë një gjë të tillë, thjesht do të jemi zëri I të rinjve brenda PD-k-s në Ferizaj dhe ta promovojmë këtë zë edhe në nivelin qendror. Faleminderit juve. Partisë Demokratike të Kosovës, vitet e fundit ju kanë bashkuar edhe emra të tjerë të shoqërisë civile në Ferizaj. Disa prej tyre janë Ramadan Ilazi, Avni Bytyqi, Arbër Ademi dhe tash së fundi Albion Sherifi.